Nga afro 246.000 zarfe të dërguara votuesve në diasporë, emigrantët kanë tërhequr deri në këtë moment rreth 154.000 të tillë, ndërsa pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë mbërritur 12% e dërgesave me fletë të plotësuara. Kanë mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dim se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit, të cilat janë kthyer mbrapsht. Por si përgjigjet KQZ emigrantëve të cilët publikojnë votën e tyre në rrjetet sociale, dhe a konsiderohet ky një standard i dyfish në krahasim me votuesit vendas, të cilët mund të dënohen nëse fotografojnë votën? Bëjmë me di edhe njërë publikisht që fotografimi votës dhe çfarë janë duke bërë ata që janë duke bërë atë në rrjetet sociale, në gjykimin dhe në vlerësimin tim janë duke kryer një vepër penale, po nuk jam unë autoriteti që vendos për këtë çështje. Unë e vlerësoj si një veprim i cili klasifikohet si vepër penale. Është ndaluar rreptësisht publikimi i votës, fotografimi dhe publikimi i votës. Kreu i KQZ-s konfirmoi se është në komunikim të vazhdueshëm me SPAK, si dhe ka një numër procedimesh që po ndiqen, bazuar edhe në denoncimet e subjekteve zgjedhore.